Këto 4 shenja tregojnë se zemra juaj nuk po punon siç duhet. Shkoni menjëherë tek mjeku. Sipas informacioneve, ndjesia e shtrëngimit në krahëror është një shenjë klasike, por një sulm në zemër mund të vijë edhe pa dhimbje krahërori, sidomos tek gratë. Kërkoni kujdes mjekësor në qoftë se jeni duke përjetuar një nga këto simptoma. Marramendje, shumica e sulmeve në zemër nuk shkaktojnë humbjen e papritur të vetëdijes, por ato munden që të paksojnë ose të ndërpresin rrjedhjen e gjakut e cila çon oksigjen në zemër dhe në tru, gjë e cila mund t'ju bëjë ju të përjetoni pa qartësi. Dhimbje në pjesën e sipërme të trupit. Zemra jonë nuk ka shumë baresa nervore, kështu që ndonjëherë ndan një rrugë me nervat e pjesëve të tjera të trupit duke shkaktuar dhimbje të cilat ndihen në shpinë, shpatulla, krah, qafë ose nofull. Lodhje e pa justifikuar. Ndjenja e lodhjes pas një nate pa gjumë ose një dite stresuese është normale, por më shumë se gjysma e grave ndihen të lodhura ose kanë dobësi trupore për më shumë se një muaj para se të përjetojnë një atak në zemër. Djersitje, me përjashtim të rasteve kur jeni duke kaluar menopauzën ose jeni duke kryer aktivitet fizik, djersët e ftohta mund të sinjalizojnë një sulm në zemër. Të përzira. Një sulm në zemër mundet gjithashtu që të shkaktojë të përzira, një situatë e cila ndodh më shpesh tek femrat se sa tek meshkujt. Shumë prej tyre gjithashtu ndihen sikur po preken nga gripi para një sulmi në zemër. Nëse keni të përzira të papritura dhe konstante të cilat nuk vijnë nga ushqimi i konsumuar, duhet që të shkoni menjëherë tek mjeku. Frymëmarrje e shpeshtë. Në qoftë se ju keni kryer ushtrime fizike të një ngarkese normale dhe ju duken të papërballueshme, duhet që të bëni me patjetër një vizitë tek mjeku juaj. Nëse papritur frymëmarrja ju vështirësohet sikur të ishit duke ngjitur shkallët dhe nuk mund të qetësoheni, duhet t'i telefononi me patjetër urgjencës. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm të mirëqenies, veçanërisht në një epokë kur numri më i madh i humbjeve të jetës në botë shkaktohet nga sëmundjet kardiovaskulare, i përcaktuar nga faktorë si presioni i gjakut dhe kolesteroli. Shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjedhjet e stilit të jetës, dieta, fitnessi, përdorimi i alkoolit, duhani apo edhe stresi. Si edhe dieta është një faktor më i rëndësishëm përgjegjës. Në muajt e fundit, personat e moshës 40 e poshtë, madje deri në 13 vjeç, kanë vuajtur nga sulmet në zemër. Disa të famshëm gjithashtu ju nënshtruan arrestimeve kardiake dhe krizave të tjera kardiovaskulare, dhe kjo vën në qendër sëmundjet kardiovaskulare dhe parandalimin e saj. Për sa i përket të dietës, mjekët këshillojnë rutinën mesdhetare për ta mbajtur zemrën të shëndetshme dhe njëkohësisht ata rekomandojnë abstenimin nga ushqimet e përpunuara. Dhe ndërsa ka ushqime të shëndetshme dhe jo të shëndetshme që ndikojnë në shëndetin e zemrës, ka disa zgjedhje të tilla diete që janë një jo e madhe. Këtu ju do të mësoni se cilat janë ato. Patatet të skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të përshtatshme, të shpejta dhe njëkohësisht të shijshme. Por, në të vërtet, ato janë të ngarkuara me shije artificiale, konservues, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm që kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rrit presionin tuaj të gjakut, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës ose goditjes në tru. Salcice. Salcicet mund të duken si një zgjedhje e mençur dhe më e shëndetshme, por në fakt nuk janë. Në vend të kësaj, ky ushqim
është plot me kalori, krip dhe njëkohësisht i pasur me ynyra të ngopura, të cilat të rrisin nivelin e kolesterolit dhe presionit të gjakut. Studimet gjithashtu e lidhin atë me sëmundjet e këqija. Proteinat janë një domosdoshmëri për një zemër dhe peshë të shëndetshme trupore, por njeriu duhet që të zgjedhë llojin dhe sasinë e duhur në mënyrë që të mbajë një peshë trupore dhe zemër të shëndetshme. Gjithashtu, marrja e shumë proteinave mundet që të dëmtojë veshka dhe madje mundet që të rrisë edhe rrezikun e dështimit të zemrës me 33%. Vaj i kokosit. Vaj i kokosit shpesh shihet si një zgjidhje e shëndetshme për zemrën, megjithatë ai është i ngarkuar me ynyra të ngopura të cilat munden që të shkaktojnë bllokime në arterie, një gjendje e njohur si arteriosklerozë. Ndërkohë, nga ana tjetër, edhe pijet energjike duhet të shmangen. Pijet energjike nuk janë një zgjidhje e pafajshme. Ato janë të pasura me sheqerna artificial, të fshehura dhe kafein, të cilat shkaktojnë probleme në zemër, aritmi dhe njëkohësisht hipertension. Përndryshe, pini kafe pa sheqer. Pudingu. Në një rast të lumtur, pudingu bëhet i papërmbajtshëm. Megjithatë, përmbajtja e lartë e sheqerit dhe kalorive mundet gjithashtu që të kontribojë në mënyrë aktive në shtimin e peshës mbi peshën, rezistencën ndaj insulinës dhe jashtë orarit, si edhe shkaktimin e diabetit të tipit 2. Ndërkohë, sipas një studimi të kryer, proteinat e arrorëve dhe farave janë mirëbërëse për shëndetin e zemrës. Studimi ku morën pjesë plot 81.000 vetë nxori në pa rrezikun në rritje nga sëmundjet e zemrës si pasojë e konsumit të proteinës me bazë shtazore. Ndërkohë, shkencëtarët kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë sasi të mëdha të proteinës me bazë shtazore ishin 60% më shumë të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Sipas tyre, njerëzit të cilët konsumojnë proteinë nga arrorët dhe farat ishin 40% më pak të rrezikuar nga këto sëmundje. Në mesin e shkencëtarëve ka lindur prej kohësh ideja se arrorët dhe farat janë të mrekullueshme për shëndetin e zemrës. Ata kanë qenë dhe mbeten të mendimit se proteina e mishit të kuq e dëmton dhe njëkohësisht e dobëson atë. Mishi i kuq, thanë ata, rrit rrezikun e prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare, ndaj duhet konsumuar rrallë ose as pak. Cilët janë arrorët me më shumë proteina? Në një racion të vetëm, një grusht ose rreth 100 gram, shumica e arrorëve ofrojnë 8 deri në 18% të proteinës. Farat dhe arrorët me më shumë proteinë janë farat e kungullit, kikirikët, bajamet dhe gjithashtu fistikët, farat e luledillit, farat e linit, farat e susamit, farat chia. Për më tepër, arrorët dhe farat ofrojnë ushqyes të tjerë të dobishëm, jo vetëm për zemrën, por edhe për imunitetin. Shkencëtarët shprehen se arrorët dhe farat janë të pasura me fiber minerale, vitamine dhe acide yndyrore omega 3. Sipas tyre, farat dhe arrorët duhen konsumuar në gjendjen e tyre natyrale, pra pa krip dhe vaj të shtuar. Këto ushqime të shëndetshme mund të përfshihen në receta të ndryshme dhe janë lehtësisht të kombinueshme me barishte dhe në sallata. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.